Kës. Okej. Pyetje tjetër, Gash apo hajde ma thoshin shkojmë pastaj me Gashin. Altan, m'intereson nga ju a keni bërë analizë edhe a keni diskutu çështjen pse për shembull PDK-ja nuk pati vot për Albulena Haxhiun si personi më i votuar për një map i grave të Kosovës në vetvendosje dhe pa prit mas pati vot për Dimal Bashën. Qysh ja shpjegon mas pari votuesve t'juj, mas ne edhe mua, si opinionist. Po më besoj që i ke përcjell ngjarjet që kanë rrjedh deri te votime. PDK prej fillimit u kanë interesuar për konstituim të kuvendit. Prej fillimit. Po jo me kushtin e shkeljes kushtetutës, rregullave të kuvendit, rregullave praktikave parlamentare, edhe jo mbi kushtin e diktatit edhe shantazhit politik. Ato që a tha edhe më herët, me demek unë ta qes një kandidat. Po veç altat edhe kur votu Dimoli, Kosova ka qenë shkelje permanente kushtetutëse. Veç ta sharaj. Do më thonë, insistimi parë ka qenë në farë formë edhe kërcënimit nëse nuk e votoni Albolenu me demek këtë venu unë e kalli. PDK prej fillimit ka qenë interesuar në konstituim. Për shkak të adresimit të sfidave të brendshme, për shkak që i kemë një proces në Hagë i cili ka mujtë mu adresu nga ky kuvend që nuk ka adresu, për shkak marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat PDK edhe Bedri Hamza ka thonë që ne edhe për kundër që ka pas qëndrime tjera të partive politike, Bedri Hamza ka dalë ka thonë ne duhet me i votu marrëveshjet edhe konvente edhe me ratifiku marrëveshjet ndërkombëtare. Pra, PDK ka shku në çdo takim Alel. Ka shku në çdo takim që ka thirr Albin Kurti me vetmi qëllim që me dalë sa më shpejt nga kjo situatë, edhe nashta me paramendimin që e kemi ditë se çfarë loje po lunë dhe çfarë po mundot. Veç ta përfundoj. Edhe ne kemi qitë disa kritere, sepse ne jetojmë në demokraci, edhe kushtetuta jo në epiqendër e ka dialogun edhe kompromisin. Alel që këta e kanë mytë, e kanë vëra llovaç. Edhe dialogin dhe kompromisin që është baza e demokracisë. A mendon që kemi kështu Albin Kurtin në 2 raste të paktën, atë kur dështoi për antarësim Këshillit të Evropës, atë kujtohet, ka qenë dështimi më i madh i qeverisë Kurti, edhe ju ftojnë takim edhe ju shkut edhe temu bë, apo shkojmë zgjedhje. Edhe u harrua ajo punë. Po favori ka pak kështu. Unë shel dera Këshillit të Evropës ku gjë kërkuj. Ne nuk e kemi bë favor kërkuj. Unë mendoj që ne qytetarët e Kosovës janë lodh